E sa ta maraton që merrni pjesë? Kjo është eventi në gati 30 vjet, eventi 345. Evente të ndryshme në 4 kontinente, nga New Yorku në Paris, nga Parisi, Luksemburg, në gjithë vendet, Itali, kudo. Sot është një garë e bukur, Durrësi është në festë, është një garë jashtëzakonisht e fortë. Unë do ta mbyll garën me flamurin shqiptar, e kam këtu. Dhe për një javë nisem direkt të Athinës për maratonën autentike 42 kilometra. Mosha besoj. Mosha ime, jam original me certifikat të rregull 80 vjeç. Nuk kam 80. Kështu që nuk ne jemi çunat e Tiranës, jemi çunat e Durrësit. Do vrapojmë sot për Durrësin, për gjithçka që është bukur këtu. Është një festë e madhe, Durrësi bravo, qytet 3000 vjeçar. E mori këtë maraton ta gëzojnë. Falenderoj shumë Taulan Stërmasin dhe Luiza Gegën, Bashinë e Durrësit, dhe t'ju shkojmë bar dhe të jetë ky një fillim i mbar. Atëherë sot jeni pjesëmarrës në maraton. Po, vazhdoj maraton, kam vite, kam 28 vjet që vazhdoj në maratonën. Herën e fundit ishim në maratonin e Tiranës. Këtu në Durrës është e treta herë që po e bëj të maraton. Tani me moshën që kemi, me që sakrifica gjënë, do vazhdojmë sa të kemë fuqi. Po ju e sfidoni moshën dhe mjaft mirë besoj. Jam 79 vjeç. Dhe do ta fitoni sot maratonën. Do ta mbaroj, po aty varet pasaj se kush më i fortë. Me që kam një problem të këma, do bëj atë normën time, atë që më takon. Dhe kjo besoj nuk do t'jetë e fundi, sepse do vazhdoni stoik të Jo, absolutisht jo. Deri sa të kem fuqi. Absolutisht jo. Më bërë një adrenalin, joni që edhe vetë nuk e kuptoj, sepse trupi është mësuar, çdo gjë e kërkoj ta bëj në mënyrën sportive, edhe kështu që do vazhdoj.